Nëse zgjedhjet e ardhshme në Shqipëri nuk respektojnë standardet demokratike, a do të angazhoheni ju personalisht? A do të angazhoheni ju personalisht dhe CDI-a për të mos njohur rezultatet e këtyre zgjedhjeve dhe për ta mbështetur opozitën shqiptare në betejën e saj për demokraci? Sigurisht, CDI do të ndjekë nga afër dhe me vigjilencë këto zgjedhje dhe në qoftë se ka prova të manipulimeve, sigurisht ato do të denoncohen me njëherë nga CDI. Rama nuk mund të t'ja hedhë lehtë dhe nuk mund të vazhdoj kështu në të ardhmen nëse fiton, sepse nuk do të ishte në interesin e Shqipërisë dhe të Evropës, por mos bëni gabim. Mos dilni nga parlamenti. Qëndroni në parlament dhe shfrytëzojeni parlamentin si një platformë. Mos ja lini përsëri në dorë Ramës.